Mos I jepni përparësi një personi që ju trajton si opsion. Dashuria për një person mund të jetë një gjë e mrekullueshme që mbush jetën tonë, por gjithashtu mund të bëhet dëshpërimi ynë. Kur një ndjenjë e tillë e fortë nuk shkëmbehet në mënyrë të barabartë nga të dy palët, njëri nga të dy, ai që e ka bërë tjetrin përparësinë e tij, shkatërrohet. Është padyshim poshtruese të japësh gjithçka për dikë që as nuk të sheh. Shpesh këtë gjë nuk e vërej me njëherë, pasi të rrëmbyer nga dëshira për të kënaqur dëshirat e tjetrit, ne I harrojmë tonët. Pastaj, dal nga dal fillojmë të ndihemi të lënë pas dore, ndjejmë indiferencën e partnerit ndaj nesh. Ne I japim gjithçka, ndërsa ai as nuk na dëgjon, ai harxhon disa thërrime të kohës së tij me ne, edhe kur ka duke na bërë të ndjehemi vetëm një opsion. Ky është momenti kur duhet të gjejmë guximin të ikim, të shkëputemi nga ata që nuk na trajtojnë në të njëjtën përparësi, por si një opsion I zakonshëm. Largohuni pa u menduar dy herë. Herët avon do të vi dikush që na meriton vërtet. Në fillim të një marrëdhënie nuk I njohim mirë njëri tjetrin. Rrëmbehemi nga momenti, mendojmë se është gjëja më e bukur që na ka ndodhur. Pastaj me kalimin e kohës kuptojmë se diçka nuk shkon. Kuptojmë se nuk jemi në qendër të botës së tij, të përparësive të tij, se dashuria e tij për ne nuk është aq e fortë sa menduam. Pra, të gjitha siguritë tona dështojnë. Gjithçka që kemi investuar ne, dashuri për kushtim, nuk ekziston më. Mos u jepni përparësi atyre që ju trajtojnë si opsion. Pra, para se gjithçka të shkatërrohet, ju duhet të keni forcën të hiqni dorë, duke vazhduar kështu, nuk I zgjidhni asgjë. Përkundrazi, thjesht vazhdoni të bëni gabime, duke I bërë dëm vetes. Pavarësisht sa mund ta doni këtë person, nuk mund të lejoni që ai t'ju trajtojë si një person pa vlerë, duke ju vënë në fund të listës së tij të përparësive. Mos lejoni që vitet të kalojnë duke pritur dikë të cilit I keni dhënë gjithçka për t'ju vërejtur. Duke vepruar në këtë mënyrë, do të harroni se kush jeni vërtet, sa vleni ju dhe të tjerët. Me siguri do të vi dikush në jetën tuaj që do të jetë në gjendje t'ju vlerësoj dhe doj në çdo kohë. Asnjëherë mos vendosni të jeni zgjidhja e rastësishme e dikujt. Gjithmonë jepi përparësi vetes. Radio Lyra.